Le të këndojmë së bashku kënga në numrin 210, Engjëjt prej lavdisë së qejve 210. 210. Faleminderit Perëndi për mirësinë tënde, për dashurinë tënde. Faleminderit Perëndi që kemi mundësinë të jemi së bashku në këtë shërbesë adhurimi, të të këndojmë Ty o Perëndi, të gëzojmë së bashku, të të lavdërojmë Ty. Lutem Perëndi që dora jote e bekimeve të jetë mbi ne. Lutem që Ti ta marrësh nderin dhe lavdin nga çdo gjë që do të bëj. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Mund të uleni? Kënga tjetër, kënga me numrin 211, gëzim në vot 211. Rutina. Mirë, jo për efekt kohë më shumë, se kemi dhe një faksim. Mirë se keni ardhur, gjithë, lavdi Zotit. Kjo kënga na thret ejani dhe adhurojnë, dhe një gjë që kemi bërë mirë është që jemi këtu dhe adhurojmë Zotin. Por të shohim dhe mesazhin që ky adhurim duhet na ngrojë zemrat, duhet na bëj të fokusohemi tek Perëndia. Kishim një aktivitet mirë për gra vajza atje, gra gjithmonë kanë mirë, vetëm se ç'a ndodh? Ç'a është negative ose ç'a është e keqe? Lodhen burrat e djemt. Por gjithë thelbi i Krishtlindjes është si ti bëjmë njerëzit të vinë dhe të adhurojnë Zotin, të njohin Krishtin që erdhi dhe vdiq në kryq për mëkatet tona. Tani është një vajzë që po ikën, mos ikë ku po shkon. Na duhet, na duhet një vajzë, po e morja vajza vogël. Para shumë vite, janë shumë vite, janë pak vite, sepse mosha e grave dhe vajzave nuk tregohet, po apo jo? Sa janë gati ta tregojmë? 25. Jeta do të tregosh ti apo mos ta themi? Moshën, se nuk tregohet mosha. 25.
Duhet thënë mosha. Duhet thënë sepse duhet themi vetëm se Irda është moshën që Krishti shkoi në kryq për të kryqëzuar dhe ishte 33 vjeç. Kështu që ta na kujtonte ta na kujtonte para 33 vjetësh, ta në pyeta se ta s'po merrem me Irdën se gravet e vajzave i duket sikur po plaken, ne burrat për shkak na duket sikur po piqen kur ecën mosha. Por në orën 11 natës ka qenë. Për një orë mund të lindte në datë 15, po qëllojnë 14, doli Irda e vogël me jetë, edhe Zoti e solli që të njohë edhe Krishtin, edhe të jetë bekim për kishën tonë. Edhe mbaj mend që të vogël Irdën kur gazvonin e të rriturit atë veçdit, Irda nxirrte dorën si pallask. E pra që ato pallaskat, se vajzat e gratë kur zihen kështu nuk dyn të frodate. Ku të gjush në dorën kimi do shansu? Por, ati Zotit është rritur, qëndron besim bashkë me familjen e saj, edhe duhet ta kujtojmë njëri tjetrin fakt në lutje. Kështu që kjo moshë është shumë moshë e bukur, thash, mua me Krishtin lidhet gjithmonë këto vite. Është moshë Irda ka ëndrat e veta, apo jo, vazhdon në Zotin, sigurisht në jetën personale, dhe gjithmonë bën të mendoj çfarë ëndre kishte Krishti. 33 vjeç shkoi në kryq pikërisht, sakrifikoi sepse dinte që do vinte diçka më e mirë. Kështu që Irda s'kishte qejf t'ja këndonin këngën, por ne t'ja këndojmë, bëj shakasës. T'ja këndojmë. Ta këndojmë a kapela një herë, s'është lodh me piano. 1, 2, 3. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Irda, shumurime për ty. Bravo! Këtova si tenor, po shërëncika. Tani, Ezekieli u pakzua t'jelën e kaluar, Irda ditëlindjen sot, Andit ju bën 2 drega të mira. Sot është bekim tjetër se do pakzohet dhe Danieli, edhe ka pranuar Krishtin, ka kohë dhe folëm dhe njerë për pakzimin, ai ka quar boll, kështu që dhe eri ka një sebeb, apo jo. Plus gruaja e tij kishte ditëlindjen para një jave, por siç thash me kujtimi kur folëm me Andin dhe Erin, tham rëndësi ka fjala e mirë. Jo, fjala e mirë që do ju japim i drejt. Për ne, ishte fjala e mirë. Tani, se su bës ka që se sërëm, po fjala ka rëndësi, apo jo. Bëjmë shaka, por javdi Zotit, edhe të lutemi për Irdën, të lutemi për Ezekielin që u pakzua, Danielin dhe gjithë fëmijët. Në mëngjes patëm përsëri një grup mirë fëmijës, sidomos kur vjen koha e Krishtlindjes, i çojnë sa antena atyre, ke parasysh? Ka dhurata. Dhe ne mundohemi të themi mirë dhurata do marrësh, dhurata do prishet, por kap dhuratën e Krishtit. Dhe çfarë bekimi është për fëmijët tanë, që nuk janë përsosur, por vjen të dëgjojnë fjalën e Zotit. I mbillet ajo fara në zemër. Pse ti mbillet vetëm fara e celularit, fara e çdo gjëje në botë, që është negative, ti mbillet dhe fara e besimit pakën. Që një ditë kuptojnë, prandaj është mirë fëmijët të rinj që njohin ti nxisin për të dëgjuar fjalën e Krishtit për zemrën e tyre. Mirë, atëherë mos humbi shumë kohë, do lutemi. Pastaj unë me Danielin do ikim bëjmë gati. Dhe të jetë bekim i madh edhe për Erin dhe Gretën që janë lutur për fëmijën e tyre dhe arrin këtë ditë që ta shohin të marrë këtë vendim për ndjekur Krishtin. Le të lutemi. Zot, falenderoj Perëndi që kemi mundësi të vinë në shtëpinë tënde, o Zot, kemi mundësi të të lavdërojmë ty, o Perëndi. Falenderoj për këngën që sapo kënduam, o Zot. Ejani dhe adhurojeni. Falenderoj për çdo zemër që shtu, o Perëndi, fëmijë, i ri, i rritur, gjyshe, të moshuar, o Zot. Falenderoj që ka njerëz që e kuptojnë rëndësinë, që ka shpirti ynë, o Zot, jeta jonë të ndalojë, i lëm gjërat e përditshme dhe të vim tek ti, o Perëndi, si kish, ngrejmë lart zërin tënd. Falenderojmë, o Zot, për Krishtlindjen që arritëm ta kuptojmë, që nuk është vetëm një festë dekorësh, nuk është vetëm një festë dhuratash, është festa e shpëtimit tonë, o Zot. Të sigurove në mënyrë të mrekullueshme në Krishtin. Na ndihmo të duam ty, o Krisht, të kuptojmë ç'bëre për ne. Me kohë, Zot, çdo person që ka ardhur këtu sot me fjalën tënde, na ushqe, na ndihmo të rritemi në ty, o Zot,
Falenderoj për Irdën, për ditëlindjen e saj, o Zot, vitet që ti ke dhënë. Vazhdo ta prekësh, ta rrisësh çdo ditë, o Zot, në punë, në familje, në shërbim, në kish, kudo. Fryma jote, o Zot, jetë në të, ta bekosh atë andjen edhe fëmijët. Falenderoj edhe për Ezekilin që dëshmuan pagëzimin e tij. Vazhdo ta bekosh të familje, o Zot, të forcoj besimin dhe të rritet në ungjillin dhe të jetë gjithmonë shembull dhe dëshmi. Falenderoj për Danielin sot, të djalë vogël, o Zot, që edhe ai ka vendosur të ndjeki Krishtin me anë të pagëzimit. Bekoj familjen e Danielit, Erin, Gretën, Gresin, të jetë një ditë, o Zot, vërtet e bekuar si vendim, po të jetë gjithashtu një ditë ku kujtojmë që ai vendim duhet ushqyer çdo ditë në fjalën tënde, në shërbimin tënd, o Zot, në njohjen tënde. Kështu që bekoj edhe Danielin, edhe vazhdimin e këtij pagëzimi, bekoj njerëzit që janë këtu, o Zot, na ndihmo të shpërndajmë ungjillin. Plani, detyra më e lartë që kemi në jetë, o Zot, na kujton nuk është vetëm jeta jonë, nuk janë vetëm punët tona, por plani kryesor është ndajmë dashurinë tënde, edhe ungjillin, lajmin e mirë. Bekoj vazhdimin e këtij takimi, o Zot, ty të qoftë nderi dhe lavdia. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Kënga tjetër, kënga me numrin 211. 211. Gëzim në botë, ky një. Kënga tjetër, kënga me numrin 205, Qyteti i vogël Betlehem. Sa ti
Ja ku jemi edhe te momenti tjetër I veçantë. Është shumë vërtim që kam privilegjin të paksoj Danielin. Edhe Danieli po e kujtoja kur ka lindur, jo gjithë ju e keni parë, por si bebe, shumë I vogël, jo ka qenë apo jo? Apo qeros? Jo pa. Me sytë e kalmër, edhe një fëmijë që e kam parë tritet pak nga pak, e lavdi Zotit për familjen që e mban besnik. Çdo diel, çfarëdo që ndodhi, edhe kur prindrit ndonjëherë janë të lodhur, lodheni apo s'lodheni? Kur janë stresuar, stresojnë ndonjëherë? Atë po. Pra, ka një merak gjithmonë që edhe kur s'është eri që na ndihmon gjithmonë me makinën, lutem pastor të marrësh pak fëmijët edhe çdo diel, pothuajse çdo diel, ka qenë bekim të mbjellin farën e fjalës Perëndis. Edhe bombardova atje Danielin duke diskutuar edhe një herë, ai ka vite që vjen, edhe I thash një gjë se e përmend edhe javën e kaluar, shkolla mundohet të ndihmoj fëmijët të mësoj, por kemi çik sistem që duhet mësosh përmendësh, duan vetëm pika tash gjë pastori. Ta kuptojmë mirë çfarë po bëjmë, ta kuptojmë. Çfarë është pakzimi apo jo? Kuptojmë për jetën tënde që Krishti të deshit, Krishti dha jetën për ty. Vdiq në kryq dhe na jep privilegjin. Imagjino tani 2025 vjet mbrapa që Danieli I vogël me trupin e tij tregoi atë që bëri Jezusi. Vdekjen, varrosjen dhe ringjalljen pikërisht për Danielin. Se atë tha, për ne, për kishën, shumë mirë për ta, shumë mirë, po për ty personalisht. Dhe lavdi Zotit që ai e kupton, edhe po I përsëris edhe një herë me ju, edhe me veten time, ja ku është thuaj, çfarë pengon pakzoheni. Të besojmë tek Zoti Jezus. Gjaku I Krishtit na I lan mëkatet, jo një tablo shumë e bukur, do kemi edhe foto, por gjaku I atij kryq, sakrifica e madhe që duhet na motivojë ne dhe Danielin që të pakzohet sot. Tjetër pakzohen foshnjët. Jo, sepse nuk kuptojnë. Ja ku është thuaj, ç'më pengon pakzohen. Besosh tek Zoti Jezu Krisht. Dhe ne duhet të rritemi, fëmijët tanë duhet të rriten të kuptojnë. Dhe duhet me zhytje. Pse duhet me zhytje? Sepse Romakëve thotë që pakzimi tregon vdekjen, u pakzuam të pali me të me vdekjen e Krishtit, dhe u varrosëm me të, dhe sikurse Krishti u ringjallë, u ngritëm dhe ne për të ecur në një jetë të re. Dhe tabloja e kryqëzimit, varrosjes dhe ringjalljes mund tregohet me ujë. Krishti u pakzua në lumin Jordan, Filipi dhe Eunuku u pakzuan në një pellg me ujë, ku Filipi pakzoi Eunukun. Që është një vendim kaq I rëndësishëm, është ditë e veçantë, besoj për gjithë ne lutemi për Danielin, por ajo që ka më merak që më tregon jeta e kishës dhe shumë kishave dhe besimtarëve ndonjëherë në vite, sa janë pakzuar dhe a janë vërtet duke ecur në Zotin. Dhe kjo është personale në fakt. Por ne duhet lutemi, ne duhet bëjmë çmos që të rrisim njëri tjetrin, sidomos edhe fëmijët. Dhe kur çohesh nga uji, Dishë thotë që Krishti okej bëri këto, por po tregon që ti me trupin tënd vdes për jetën e vjetër, apo jo, dhe ngrihesh tani me gjithë metat që do kemi, me një dëshirë në zemër, me frymëzimin e frymës Zotit të jetoj për Krishtin, sepse ai dha jetën për ne. Është pakzimi I parë që ndodh kjo. Nuk ka korrent, por një udoj dje nga këto rezistencat. Por lavdi Zotit ujë është mirë. Javën tjetër shpresojmë të kemi ndonjë tjetër. Java fundi që e mbajmë. Sa një javë apo sot? Maksimumi 2 javë, dakord? Nuk jemi në pellg me ujë kështu të ndenjur, faktën nuk jemi në lumi rrjedh ujë. Por mendojeni, nëse nuk jeni pakzuar, mund të flasim dhe është një vendim I mrekullueshëm për të ndjekur Krishtin. Jo për shpëtimin, sepse shpëtimi vjen kur e pranojmë zemër sakrificën e gjakut të I por është për të ndjekur Krishtin si dëshmi ndaj kishës dhe për ta treguar me trupin tonë ai atë që bëri Krishti. Prandaj jeta s'ka frikë. Ndrohet shpejt pastaj, uji është I vakët, nuk është shumë nxehtë. Ky është një brez që duhet bëj ushtri. Dakor? Ai foto atje. Iku foto, tani vazhdon jeta. Mirë. Daniel. Vajam Krishtit. E ke pranuar Jezusin si Zot dhe si shpëtimtarin tënd personal? Po. Është dëshira jote që ta ndjekësh atë me anë pakzimit? Po. Mirë. Atëherë, unë pakzoj ty
vlla im në Krishtin, në emër të Atit, të Birit edhe të Frymës së Shenjtë. Varroset me të me anë pagëzimit, siç bëri Krishti, dhe ngrihet për të ecur në risinë e jetës. Na jeni u pagëzuar, s'ka për lëviz më tani, ta i porajojmë, lutemi, edhe ja kushtuji çfarë pengon pagëzoheni, nëse s'jeni pagëzuar. Vllaçimit që të na bashkohet për ofertat. Dhe i kërkojmë vllaçimit që të lutet për ne, le të lutem. Njërë Zot, falenderoj për këtë ditë, falenderoj Zot për mundësinë që na ke dhënë për ta sotkish. Lutem Zot për të ofertat e njerëzit që do të japin ato. Në emër të Jezusit lutem. Amen. Amen. Vazhdojmë me këngën tjetër, kënga me numrin 217, Foshnja në një grasht, 217. Ja,
pastorale. Mirë, të Zotit për kushtet, kemi mundësi të ndrohemi, edhe po mendoja pakzimet para 25 vjetësh da jesh, dhe kur pakzua për shembull eunuku nga Filipi, sigurisht ata ishin në një karvan, ai ishte një person i ngritur i mbretërisë së Etiopis, por ka qenë më vështirë, apo jo? Të ndroheshe, të gjej një vend pastër, edhe kisha jon pakzimet e para i ka bërë në vitet 94 në sa mbaj mend, unë s'kam qenë. Pjesë, por i kanë bërë në lumë, kemi vënë sa foto këtu. Erka ka dalë në përburë, kështu, me një qarqaf të mbuluar. Por rëndësi ka tabloja, 2025 vjetë, vazhdon, tradita mund ta themi, por vazhdon që Zoti prek zemra e njerëzish, edhe vazhdon ai shembull që Krishti dha. Edhe është shembulli që paktën ka prekur jetën time, e di që dhe jetën e disa nga ju, është shembulli që duhet ta kemi çdo ditë. Për para syve, e kam thënë edhe në mësime që kemi bërë, çfarë është gjëja e parë që kërkon fillim ditës. Gjithë njerëzit do thoshin po Zotin, por sa vërtet flet me të, ke praninë e tij, kupton planin që ai ka për ne, sepse një gjë ju them, që folëm dhe javën e kaluar, plani i Zotit është për te vizionit ton, të ngushtë si njerëz, është për te jetës tonë, është shumë më i gjatë. Është për te, themi edhe, po e quajmë racës njerëzore, sepse Perëndia ishte që në fillim. Ju shfaq të pamjen, pra tema është e këtij muaji, toka le të pranojë mbretjen e saj, është një mbret që ka ekzistuar nga përjetësia në përjetësi. Unë do ju jap një grafik të vogël, sepse di që jo të gjithë e kemi parasysh sfondin e Biblës nga fillimi në fund. Dhe ky është një grafik që tregon hap pas hapi, si nga fjala e Perëndisë, si Perëndia punoi me njeriu, si e krijoi, si ra, dhe nisëm pak javën e kaluar, kështu që me që pastoranti është, imagjino ky pa bërë ushtri dhe është i gatshëm. Gjë të bënte ushtri, apo jo? Kush antimonte Danieli me që pakzua? Ja, filloi shërbimi. Anti kjo është tu? Kjo. Po, ai është për përpara, lart është për brapa. Mirë, është një grafik i vogël, ta keni edhe me vete, dikush mbase të s'ka nevojë se ka parasysh sfondin e Biblës, por është vetëm për të ndihmuar. E vura pak të mërkurën dhe ishte në anglisht, mundova ta rregulloj në shqip, i shtova ca vargje. Dhe është pak a shumë historia e gjithë njerëzimit. Dhe thash, ta kesh në një flet A4, është shumë e vogël, apo jo? Ne i bie në këtë histori, ne si jemi as pika e pikës, e kuptojmë si e periudhë kohore, dhe po e vë dhe tu përpara, ndezur, po. Ky. Ja çuna. Pas më shit të gade. Pa këtë buton e kuq. Po, ky on e bëra. Po. Kapi, mirë. E mosha, imagjino të jetë në një nga ju që jeni më të mëdhenj se unë mosh. Unë edhe ta marr unë fajin, apo kupton? Se unë era parë që shoh këtë. Një mirë sa ta marr unë fajin. Mosha. Por është para shumë kjo dhe nisëm javën e kaluar
thelbi që folëm është çfarë? Që Perëndia ose Krishtlindja nuk është vetëm ditën që lindi Krishti dhe ne festojmë një ditë që lindi një fëmijë. Por ai fëmijë çfarë tha? Ishte Perëndi. Ai ishte fjala, e mbani mend, ta bëjmë pak përsëritje. Ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Zoti vetëm foli dhe bota u krijua. Perëndia tha, thot Bibla. Dhe Gjoni 1:14 çfarë na thot? Që fjala, ja e kam shkruar ca parë, gjej keni edhe fleta, që ti lidhni pak me periudhën kur flasim. Dhe vargu 14 çfarë thotë? Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Dhe ne sot ditëm lavdin e vetëm lindurit birë prej Atit plot hir dhe të vërtetë. Kështu që Krishti ekzistonte përpara krijimit. Krishti është materializimi i Perëndisë në mish. Pse? Për të larë borxhin ton. Dhe një gjë thelbësore që tham jam e kaluar, ku ka Perëndi tham, lexoni çdo libër, shkoni në çdo fe të ndryshme, ku ka Perëndin më të mëshirshëm, e mbani mend çfarë thamë, se sa Perëndia i Biblës. E keni harruar? Pse është i mëshirshëm? Sepse është ai që borxhin ton e pagoi me gjakun e Krishtit. Nuk është një Zot, çfarë tham, që sa të mira bën, sa herë lutesh falesh, shkon në kisha diku tjetër, ti paguan borxhin. Sepse ti nuk e lan dot dhe unë borxhin që kemi ndaj Zotit. Dhe di pse, se Zoti është totalisht i për asnjë krim mëkati. Dhe Bibla thot, ai erdhi zbriti, u bë njeri, pikërisht për të na falur atë borxhin e madh. Tani disa nga ne mund të kenë ndonjë borxh, nuk e di kush ka. Mbase kemi borxh në lek, mbase kemi borxh ndaj dikujt që ka qenë besnik, ta ka nëna, vllai, nuk e di. Dhe ndjesh ndonjëherë borxhli, por borxhin para Perëndis nuk ka njëri në fund, thot Bibla, që thot nga veprat më në fund Zot bëra kaq të mira, shkova kaq herë në institucion fetar, sepse ti po e paguan. Dhe ku qënë ka mëshira e Zotit këtu? Por Zoti ynë ishte fjala që në fillim krijoi, dhe kur ne gabuam, si një prind apo gjysh me nipin fëmijën, kur gabon çfarë bën? E hedh në rrugë direkt? Apo punon, lufton, ju që keni fëmijë, sidomos vegjël. Është e lehtë. Ndonjëherë vjen ku më gjete këtu? Ndonjëherë thua ku të çoj? Me shaka se s'temi ndonjëherë ashtu, jo. Por ama luftojmë, punojmë dhe di çfarë? Ky është shembulli i Zotit në fakt. Ky është shembulli i Zotit që na krijoi, na vuri në tokë dhe nuk na la vetëm. Edhe kur ne gabuam, çfarë tham? Zoti është i mëshirshëm. Adami dhe Eva nuk vdishëm ndonjëherë. Edhe kur ne mëkatojmë, Zoti na jep hir dhe mëshirë që të kuptojmë planin e Tij të madh. Dhe kush është plani i madh? Jo, ne njerëzit e shkatrojmë jetën në tokë, ne njerëzit sulmojmë njëri tjetrin. Por Zoti po na mëson në Krishtin, jo, jeta është i bekim. Jeta është i shembull. Jeta është zbrit dhe ndihmon dikë. Me zemër, me vepra, me fjalë, dhe këtë bëri Perëndia për ne. Dhe Zoti është Zoti, nuk e di, nëse themi shpesh. E gjojnë në ca miq dhe fe tjera, por Zoti ynë është më i mëshirshëm. Na fali të gjithë borxhin. Dhe pagoi ai, dhe ne tani e ndjekim Krishtin si rastin që tregoi Danieli këtu, nga mirënjohja e asaj që ai bëri për ne. Tani shërbejmë Zotit sepse ai na fali tashmë. Dhe ku ka, kemi thënë, e thot Bibla, motivim më të lartë për të ndjekur dikë, se sa vetëm ju në jetën tuaj personale, me mësuesit, me të afërmit. Ndonjëherë mund të jeni më afër me një xhaxha, ju ka ndodhur ndonjëherë. Është ai që investon shpesh herë më shumë tek ti. Është ai që të jep kohë, e keni vënë? Është ai që kujdeset. Është ai që të hap derën. S'po them që janë të këqij gjithë, se gjithë mëkatarët bien në kategori. Por gjithmonë ai që vjen tek tjetri, ai që ulet, ai që të jep një dorë, është ai që ti e kujton, apo jo? Edhe në shoqëri. Zoti këtë bëri për ne. Zbriti për na dhënë një dorë. Ama kur e kupton vërtet kush është Krishti, ti rritesh në shembullin e Tij. Këtë thot Bibla. Dhe të pani javën e kaluar, Krishtlindja në fillim, pra Krishtlindja nuk është vetëm para 2025 vjetësh, Krishtlindja ishte përpara se të ekzistonte bota. Krishti ishte fjala e
Perëndis, Ati, Biri dhe fryma janë një. Kemi thënë njeriu është një, por ka 3 pjesë. Trupin, ndjenjat, emocionet, siç i ka dhe kafsha, por ka dhe ndërgjegje, ka dhe logjikën. Ka frymën ku Perëndia na mëson ç'është e drejtë, ç'është e gabuar. Dhe Zoti ishte aty që në fillim. Pam fjala në fillim. Premtimi i parë, i letra që keni, lart ke Adami, është periudha e krijimit, është momenti i dytë, rënja e njeriut, nëse shikoni Jeshilen, dhe dua edhe të ndjekim pak këtë, që ndodhi mëkati, apo jo, dhe kush ishte premtimi i parë, te Zanafilla 3:15. E keni lart, e Jeshilja e parë, e dytë, fal. Gruaja i tha djallit, apo jo, nga fara e gruas do të vinte ai që do shtypi kokën tënde. Dhe ti do plagosësh thembrën e farës saj. Ky premtim që vazhdon në çdo epokë, pak a shumë, shikoni gjërat, çdo brez e mori këtë premtim. U trashëgonin besimin, u trashëgonin fjalën që Zoti kishte thënë, se një ditë do të vinte shpëtimtari. Dhe prandaj treshi është duke pritur Jezusin. Njerëzit fijonin kafsh. Zoti i dha mundësi të fijonin qengja. Meritojnë ne të vdesin, thot Bibla, por Zoti derisa të vinte shpëtimtari, i dha tablon e kujt. Një qengji motak të pafajshëm. Kuptimin çku ka një kafsh, vdesi për ty dhe për mua. Dhe Zoti po tregonte që ne meritojmë dhe Perëndia është i hirshëm. Dhe ai do sillte një ditë shpëtimtarit, pra folën për sigurimin e qengjit. Kështu që brez pas brezi, që kalim pak e sotshme, njerëzit që besonin Zotit, se kjo është interesante, kombe të tëra kanë jetuar në paganizëm. Sot e kësaj dite ke kombe që kanë besime çfarë themon. Për të çdo logjike. Kush nuk keni parë në dokumentar, mund të keni dëgjuar, por ata që dëgjuan fjalën e Perëndis, brez pas brezi, që Zoti pastaj e zbriti me 5 librat e parë, kemi aty epokën e Mojsiut, por para Mojsiut ishin patriarkët që i quajnë Bibla, ata që Zoti e nisi me Abrahamin, dhe i tha, në ty do bekojnë gjithë kombet e tokës. Në ty do të vijë ai që do bekojë tërë familjet e tokës. Dhe e përmendëm pak, dhjata e re, ku është ardha e Krishtit, kryqi, çfarë tregon? Si e nis Mateu tha. Me gjenealogjin nga Abrahami, brez pas brezi, ata që i besuan fjalën e Zotit, do të vinte shpëtimtari. Dhe kemi nga Abrahami tek Davidi, po shikoni ndarja, aty është një ndarje dyshë, është mbretëria e Izraelit, kur populli donte mbret, deri tek Davidi ishin 14 breza. Nga Davidi deri tek internimi në Babiloni 14 breza, prandaj tash duhet kjo të kuptojmë një sfond të Biblës. Dhe nga internimi në Babiloni deri tek Krishti 14 breza. Gjithsej ishin 14 shumësi për 3? 42, mos bëjmë atë gabimin. Tatashe. Pra janë me breza, janë me emra, dhe kjo, e thash një njerë, çdo Krishtlindje, kur fillon kupton fjalën e Zotit, ka vlerë. Ato emrat e Mateut janë emra që vërtetojnë Biblën, a kuptojnë? Emrat e Mateut janë ato emra që vinë, fakt Luka jep nga Adami. Nga Adami, nga Abrahami, gjithë linjat me emra. Po shoh kujtimi mund mbaj mend deri ke stërgjysh ose 4 gjysh, e ke dëgjuar? 5 gjysh, mba mend? Ata në shkollë do thoshin nga majmuni vin, nga Adami vin, gjithë, dakor? Nga Perëndia. Por kanë rëndësi të madhe, sepse janë dokumentacion i mbajtur në shkrim. Imagjino tani, ne në 2025-ën, ne vetë, populli ynë s'ka 5 breza të shkruar. Okej, do dalet dikush që i ka pasur 10 orë, janë disa që i kanë. Po është vështirë t'i mbash, shënim emrat. Dhe Perëndia i ka ruajtur me mijëra vite, prandaj them kjo është dhjata e vjetër skema apo jo. Dhe dhjata e re është gjithë historia e njeriut. Kush mund ta ruante këtë? Pse? Dhe pyetja në fund është pse Krishti është ai që ne duhet besojmë. Pse është Krishti? Pse nuk është një fe tjetër? Sepse Krishti, çfarë tham? Ishte në fillim, fjala ishte me Perëndin dhe fjala u bë mish. Pse? Për shkuar në kryq për të larë borxhin ton. Dhe Krishti përmbushi, thot Bibla, po të lexoj profecit, më shumë se 300 profeci në gjithë këto vitet, që do të vinte një ditë shpëtimtari. Dhe kur kalojmë tek e sotshmja tani, kjo ora ka ngelur, unë kam këtë,
Kur kalim tek dita e sotshme, vim tek periudha e mbretërve. Pra, vazhdoi gjenealogjia nga Abrahami, çfarë tha, për më ishte interesante. Jakobi është në gjenealogji, por në fakt djali i madh ishte Esau, prandaj zgjedhja e besimit është shumë personale. Secili beson për vete, Danieli u pagzua, prindrit sigurisht e sollën kish, i mësojnë fjalën e Zotit, por zemra e tij në fund. Kur vi dita e fundit, Danieli do japi llogari për jetën e tij si shembull, po them. Dhe prandaj është e rëndësishme që çfarë vendimesh marrin. Jakobi ishte djali i dytë. Dhe Esau që kishte parabirnin, ishte ai që nuk e donte planin e Zotit. Donte atë jetën e shkurtër, atë pikën, çfarë do arri, çfarë do kap dhe humbi pastaj, humbi përjetësinë. Dhe Perëndia vazhdon, premton dhe sot, dhe nëse javën e kaluar, thelbi ishte që nuk ka Zot më të mëshirshëm se sa Zoti i Biblës që pagoi për ne. Sot, e dikush është thelbi. Ku ka Zot, si Zoti i Biblës që zbriti vetë dhe u afrua kaq shumë kohë tek njerëzit. I mbajmë të dy mendime. Ku ka Zot që na fali kaq shumë, borxhin më të madh? Ku ka magji një fe, një Zot që predikohet, dhe ku ka Zot që zbriti i premtuar, kujdes, se mund dalë nesër, për shoh Riku, Riku është tip studiozi, thotë edhe unë them nesër, nuk e thua ti jo. Del dikush jam unë zbrita. M'fal. Jam breza. E kuptojmë. Ka jetuar me shekuj, do vi shpëtimtari, kanë luftuar, kanë vdekur njerëz, disa e humbën premtimin, nuk e besuan. Ku janë sot? E di që Abeli, thot Bibla, kur e vrau Kaini, po shkojmë te hebrejve, e di çfarë thot Bibla? Ai flet edhe sot. Kush i besoi premtimit Perëndis? Nuk është aq i verbër të jetojë vetëm për këtë jetë. Abeli humbi jetën, ishte fëmia i parë bashkë me Kainin të Adamit dhe Evës. Ama mori për jetësinë. Pra, duhet i besoj këtij premtimi, këtyre profecive. Zanafilla 3. Do lindi, do vi nga fara e gruas, ai që do shtypi kokën e djallit, nga Abrahami, do vinte nga linja e Abrahamit, Isakut, se kemi këtu, Jakobit, vazhdoi besimin, nuk ju bindën, përfunduan në Egjipt 400 vjet. Dolën, shkojnë tokën e premtuar. Vazhdoi lufta, Samueli, mbreti Saul, e mori premtimin e mbretërisë përjetshme, e humbi. Sepse u konsumua me lavdinë e tij, me krenarinë e tij si mbret, të dukej ai dhe filloi të harroj Zotin. E di se ta i zgjedhon, e po ju këto. Nuk bëhen dot gjërat pa Perëndin. Dhe këtë po them, Krishti nuk erdhi që nga një shpëtimtar që lindi një ditë. A kuptojmë logjikën? Krishti ishte ai që ishte para epokave. Krishti ishte ai që u premtua se do të vinte. Krishti ishte ai që te Mateu thanë jep gjenealogjit, pa gabime. 14 brezni. E di sa i bie, duket sa ishte Abrahami me 1000 vjet para Davidit, mos gabojoj 1000 o 2000, 14 breza nga Abrahami te Davidi. Dhe është rëndësishme Mateu kur e kupton me këtë sfond. Nga Davidi tek internimi në Babiloni, pra me emra, 14 breza. Nga internimi në Babiloni deri tek kryqi, 14 breza me emër. Pra nuk erdhi një Krisht që, a kupton logjikën, nuk erdhi një Krisht që na kanë thënë besojmë ke Krishti, kemi vite, bëjmë dhe kryqin. Por ai është historia e Perëndisë me njeriu. Është histori e logjikshme, është histori reale, është histori që nuk e kishte vetëm një person dhe tha unë e kam Zotin, a kupton? Dhe ky Zoti është histori brezash. Është histori jetë dhe vdekje. Njerëz ka dhënë jetën kur e kanë kuptuar të vërtetën. Prandaj them, nuk është shaka besimi. Nuk e them sigur e di unë dhe se dini ju. Gjithë duhet rritemi, por nuk është shaka. Krishti ishte gjithë historinë e njerëzimit. Dhe u materializua në fund që bënte sakrificën e përsosur. Si e morën jetën e përjetshme këta njerëz? Duke besuar që Zoti do sillte shpëtimtarin. Si e tregonin? Duke therrur qengjin. Dhe duke kuptuar e meritoi unë të vdes, por Zoti dha hir derisa të vi Mesia, mbreti, dhe do shohim pak një varg direkt tani, ne që jemi ke mbreti, kush ishte premtimi, ose t'ju kujtoj një gjë, pse e pritën si mbret Krishtin?
Andaj mirë ato bën lidhje në gjithë historinë të Biblës. Pse e pritën si mbret Krishtin? Sepse shpëtimtari do të vinte për shëruar popullin, do vinte nga linjë mbretërore, por harruan një gjë. Çfarë ishte profecia? Nuk do shironte popullin për një qeveri më të mirë. Që s'ka gjë, le të lutemi, le të votojmë. Por do shironte nga slavëria e vdekjes. Ajo që thash, qelloi një vit që unë kam qenë kaq shumë në Varreza për raste të ndryshme, miq këtu kisht, familjarët mi, mbaroi vdekja mbretëron. Në fund, luaj si duash, fito, dil para tjerëve, mburru, ndërto, ki pasuri, krijo lavdi, gjithë kemi qef në gjë kështu të tillë. Por je humbur në fund. Dhe prandaj erdhi Krishti, prandaj u bë gjithë kjo luftë e historisë. Ai vdiste në kryq për mëkatet tona. Dhe atëherë mbreti, si tema, tokë, pritë mbretin tënd. Zoti është mbreti i tokës, por e di çfarë? Nuk do të thotë se është mbreti i zemrave tona. Sepse ai nuk bëhet mbret me fort. Ky është një mësim i mirë edhe për ne krishterë që duhet lutemi për zemrat e njerëzve. Nuk do i detyrojmë dot ne. As fëmijët tanë si detyrojmë dot ndonjëherë. Duan, binden, zbinden brapa. Do dhe mos do. Ju jeni bindur gjithmonë. Por duhet lutemi që Zoti t'i kapi zemrën. Ne të bëjmë maksimumin me shembull, me vepra, me dashuri, por duhet Zoti të kapi zemrën, sepse Krishti kërkon të jetë mbreti i çdo zemre. Çfarë do Gjoni 3:16? Sepse Perëndia e desh aq botën që kushdo, sa dha birët i vetëm lindur që kushdo që beson në të, kushdo, është vendim personal. Dhe andaj them, Krishti është manitës kur studion Biblën. Prandaj vë thash këtë. Kuptoni sfondin. Nuk është një fe që ka një shtet. Gabim më i madh. Fatkeqësisht humbin. Nuk është fe që ka një grup. Gabim shumë i madh. Ai është historia e botës. Ai erdhi për atë që kupton çfarë? Jo feja, jo tradita. Unë jam mëkatar. Unë si gjithë të brezat në fund do përfundoj tek mbretëria e vdekjes. Por Zoti ndeshi aq shumë, pagoi borxhin për mua në dashurinë e Krishtit. Dhe shive, janë gjithë të histori reale me emra që Krishti erdhi për gjithë, për këtë, për gjithë botën. Ama kushdo që beson në të. Lexojmë tek 2 Samueli 7:16. Krishtinia tokën e premtuar tani. Ta lexojmë së bashku vargun. Pra tema është Krishtinia në tokën e premtuar, po ecim me historinë. Dhe thot, a do të banoj vallë Perëndia mbi tokë, është pyetja. Unë jam rritur me konceptin si shumica për nesh, Zoti është atje ka punë vet, Zoti na mbron, Zoti është i madh. Por Bibla thot Perëndia, çfarë? Zbriti në tokë. Ai zbriti, ai na krijoi një, por thot zbriti dhe kuptimin e besimit në zemrat tona. Lexojmë 2 Samueli 7:6, 7:16. 1, 2, 3. Shtëpia jote dhe mbretëria jote do të bëhen të qëndrueshme për gjithnjë para meje dhe froni yt do të jetë i qëndrueshëm për gjithnjë. Ky ishte premtimi i mbretit që ja bëri Samueli, profeti, dhe t'ju bëj pyetje, ka mbretëri që rrin për gjithnjë? Bota tregon gjithë historia që kemi këtu, madje kjo këndarja, edhe më përpara Mojsiun, ekzistonin perandoritë e Babilonisë, të Asirisë, të Egjiptit, Romës mbrapa në kohën e Krishtit, nuk rron asnjë mbretëri përjetësisht. Madje këta që kishin mbretërinë, që Zoti tha mbretit Izraelit, sa vjet ka ndetur Izraeli pa pasur një shtet. Sepse harruan pikërisht fjalën e Zotit. Disa vjet kanë ndetur me mira. Dhe kur gjejmë lajme sot që një pjesë që nuk din historinë thonë ku dolën këta në vitin 1948 u bën shtet, Bibla thotë ata ishin në tokën e premtuar me mira vitesh. Ama mbretëria toksore nuk zgjat. Kush është premtimi këtu? Mbretëria jote do të bëhet e qëndrueshme për gjithnjë. Dhe froni ju do të jetë i qëndrueshëm për gjithnjë. Ishte premtimi, po të lexojmë historinë, se ne morëm një varg, që Zoti çfarë? Do siguronte mbretërinë e përjetshme. Çfarë tha Krishti? Mos u mundoni këtë jetë për gjërat e sotshme. Mos u mundon këtë jetë në thonjza për mbretërinë tënde, por për çfarë?
kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis. A di pse? Se mbretëria e Perëndis do jetë e vetmja mbretëri. Unë kam një thënie që gjyshi jemi kur isha i vogël ma ka lënë mendje sa kujtoj mbretërinë, se është jeta ime, ju keni jetën tuaj. Thoshte, uroni ndonjëherë fëmijët ju dhe sidomos gjyshit urojnë kështu. U bosh mbret o bosh. Çfarë thotë? Po ishte urime, ka parë se më rritën të vogël dhe them, wow. Lavdi Zotit, njohëm mbretin e mbretërve. Mbretin e mbretërisë përjetshme. Mos do jem mbret, do i ditë, as dua të jem, por ishte plani i Zotit duhet isha, dakord, se s'po them, s'do them plani i Zotit, por në mbretërinë e Perëndis ne do jemi mbi të mbretit. Tani biri mbretit nuk është shumë më poshtë se mbreti, apo jo, besoj, në bekime, në gëzime, dhe këtë po premtonte Perëndia. Mbretërinë e përjetshme, fronin e përjetshëm. Dhe i dha mundësinë tek letra që keni, aty ke mbretrit dhe populli, është kjo lejlaja e lehtë. Është periudha e Samuelit, Saulit, Davidit, Salomonit. Perëndia kishte thënë që të ndërtonin një tempull. Ku vjen dhe ajo pastaj rreziku që e kemi dhe sot, a Zoti atje ka i vendi? Kemi gjuhë ndonjëherë mund të kemi vetë mendime, do të shkojmë atje sa atje Zoti. Vendi shenjtë ose gjë tani, nuk po talem me vendet, sepse Perëndia përdori vende, apo jo. Dhe një nga ato që përdori ishte tempulli i Zotit. Pa di kush është rreziku? Rreziku është o e kufizojmë Zotin në atë vend pastaj, ose e bëjmë si e duam ne, si thot vendi, dhe harrojmë që Zoti është kudo. Rreziku tjetër është Zoti është kudo dhe nuk është këtu midis nesh. Këtë sa interesante është natyra njerëzore. Zoti do të kuptojmë ai është kudo, por donte një vend që ata të mblidheshin, se ne njerëzit duam s'duam kemi nevojë të mblidhemi. Bibla thotë mblidhuni, mos hiqni dorë nga të mbledhurit. Ku 2 a 3 janë në emrin tim, unë jam aty. Por në dhjetën e vjetër pa ardhur Krishti, Zoti i dha mundësinë e një tempulli që ata të mblidheshin dhe bënin këto festa solemne ku kujtonin çlirimin e Zotit. Ku sakrifikonin qengjin e sakrificës, si simbolike e ardhes kujt? Krishtit. Dhe si çfarë thotë? E 2 Kronika 6:18 Salomoni që ndërtoi tempullin, lexojmë vargun së bashku, 1, 2, 3. Por a është në fakt e vërtet që Perëndia banon me njerëzit në tokë? Ja, qiejt dhe qiejt i shive nuk mund ta nxjerrë. Aq më pak ky tempull që unë kam ndërtuar. Ani a ka çik sens me atë që thash? Gjithmonë rreziku është ose Zoti është vetëm këtu, rreziku thamë. Dhe gjithë këtu dhe këtu i bëjmë gjërat atë që rruga s'ka gjë. Për kë luftojnë, çfarë bëjnë, si sillen, çfarë shembulli kam. Kush është lufta e jetës time 6 ditë javës për shembull? Një ditë jemi në tempull. Është rreziku. Këtë po thotë. Si thot Salomoni, ai do ndërtonte tempullin që Zoti ia dha Davidit, mbretit që i premtoi mbretërinë e përjetshme, pra, fakt ja premtoi dhe Saulit. Para Davidit, po Sauli e humbi mbretërinë. E mori një familje tjetër e Davidit. Dhe ai me drejt thot, po Zot, dakord më e bukur, po të lexonin Biblën, se si ishte tempulli i mrekullueshëm. Por nuk është që të nxjerrësh syt. Nuk është që thua vetëm këtu është Zoti. Është që aty të marrësh ushqimin, aty të adhurosh, aty të vish me qëndrimin e dur, siç vim në kish, por ama do dalësh dhe do jetosh çdo ditë sepse ai është edhe. Çfarë do të? Por është e vërtetë që Perëndia banon me njerëzit në tokë. Kur thot qiejt dhe qiejve nuk mund të. Tani keni studiuar pak, keni parë dokumentar sa e madhe është gjithësia. Qofse Zoti ekziston, siç thot Bibla, siç e besojmë ne. Atë se mban dot universi. Do mbaj një tempull dhe Zoti, ndaj them do shumë kujdes balanca jonë shpirtërore dhe intelektive. Shumë kujdes. Se gjithmonë njeriu është qenie ekstreme pa Zotin. Zoti është vetëm tempull dhe bëjmë një Zot si duam ne, siç e bën dhe këta, sepse dini që tempulli është shkatrua pastaj. Flijonin, thot Bibla, Zoti thot Isaia, sillni desh, këndoni, s'jam aty unë, lodhu kot. Në fakt, ja shkatroi tempullin. Si më në shkatroi tempullin? Shkatroi pra se nuk e zemrën. Dhe ekziston rreziku që harron Perëndinë e qiejve. Perëndinë që është gjithkohën aty. Dhe balanca kush është që ta zgjidhim? Është ne duhet jetojmë çdo ditë me Zotin. Kur vjen tempulli ishin ato simbolikat e veçanta.
të Arka e Beslidhjes, ishte ku ndanin fjalë e Perëndis, kemi thënë s'kishin gjithë Bibla, sot ke nga 10 Bibla në shtëpi. Edhe të prishur. Por ishte që të mblidhemi aty, të adhurojmë së bashku, të kujtojmë shtirimin e madh Zotit për ne, të sjellim sakrificën për popullin, ama nga aty pastaj si jetonin çdo ditë ata? Pa Zotin, se Zoti ishte në tempull. Zoti ishte kudo. Dhe për sa kohë mbretrit ishin të përulur, për sa kohë mbretrit kishin mbret Zotin dhe pliftrinjt kishin pararim të adhuronin Perëndin dhe të ishin bekim për njerëzit, Zoti lavdroi. Por ndodhi pastaj, nëse shikojmë tek kjo skica që ja kem mbretrit, shikoni këtë ndarje, kjo është gjithë plani i Zotit, familje që përdorin nga populli i Izraelit, por jo vetëm. Dhe këtu u përça mbretëria e veriut Izraeli u pushtua, siç i thotë Isaia, që dëshojmë të vargjet e Isais pastaj, u pushtua nga Asiria. Një fjalë goje është kjo. U pushtuan se harruan planin e Perëndis. U robëruan, u skllavëruan, u vran, u keq trajtuan, në mbase si jemi si këta, ama gjithë ditën qanin. S'paguaj dot këtë, s'paguaj dot atë, kam borxhe këtu. Është e vërtetë kjo apo është prallë? S'ndalin këtu, na mbyti qeveria, na mbyti ky, s'kemi apo si jemi në skllavëri ndoshta duke u rrarë me zinxhir, por jemi në skllavëri mëkati. Dhe mbretëria e Izraelit, që Zoti premtoi apo jo ardhe, u përça, këta u pushtuan nga Asiria, sikurse i thanë profetët, dhe jugu që ishte Judea, nga erdhi dhe Krishti, u pushtuan nga Babilonia. Kemi dëgjuar Babilonia, kemi dëgjuar besoj gjithkohë. Ne rritur me gjyshe që thoshin gjithkohë, po Babiloni. Pa ditur Biblën. Pastaj kuptova që ishin perandori, pushtonin, zaptonin. Çfarë po themi tani? Zoti nuk mbahet vetëm një godin. Zoti nëse kapim dot fare në qiell, Zoti kërkon zemrën tonë. Fakt ke gjoni, se dia e kam shkruar këtu, po e kam shkruar. Çfarë thot Krishti kur flet me gruan tek kusi? Ajo ishte e shkreta po themi. Ne na kanë thënë të adhurojmë atje. Jo, ju te të adhuroni këtej. Po i bjem shkurt. Çfarë tha Krishti? Gjoni 4:23, lexojmë së bashku 1, 2, 3. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në frymën dhe në të vërtetën. Sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Atin. Para se ne të adhurojmë kish, para se ne të shërbim kish, para se ne të bëjmë çdo gjë tjetër, çfarë do të Krishti? Gjej njerë Zotin në zemrën tënde. Si e gjen Zotin në zemrën tënde? E gjet edhe më mirë se tjerë? Jo, e gjen kur kupton edhe njerë sa i rënë je përpara Perëndis. Okej, më mund t'jesh më mirë se 200 tjerë, 2000 tjerë. Para Zotit, e ke me Zotin. Tu fillon nevoja për besim. Tu fillon nevoja për Krishtin. Dhe që nga interesante, nuk e kapim gjithë kollaj. Si tha Jezusi? E ngushtë është rruga që të çon në, se tash rroga. E ngushtë edhe rroga. Zakonisht në rrogat vogla më duket mund të kapësh në një gjë. E ngushtë është rruga që të çon në shpëtim, pak i gjen atë. Dhe e gjerë është rruga që shkon në shkatrim. Dhe çfarë thot Krishti? Vjen ora ma t'i ka ardhur, a kuptoni njerëz thotë që je njerëz Zotin zemrën tënde. Ki njerë paqen me Krishtin. Kupto kush je vetë. Kupto sa i mirë është ai, kupto çfarë borxhit ka falur. Po kape këtë qëndrim, e di çfarë shembulli do jesh apo ti dhe unë. Do thoni jo pse si jemi, ore jemi, po mund të jemi më mirë dhe unë. Kujtojmë njëri tjetrin, të lutem për njëri tjetrin, të mirëpresim të humburit. Sigurisht do rritjen e vet, do kohën e vet, ka dhe me mosha, edhe fëmijët duhet rriten. Por thelbi është i Biblës një Zotin në zemrën tënde. Sa bukur thotë. Adhurojnë Atin në frymën dhe në të vërtetën. Jo vetëm trup, jo vetëm në fjalë, jo vetëm në emocione, por brenda teje. Ajo që dallon nga çdo lloj krijese tjetër. Si njeri, kur ti kupton, je i humbur përjetësisht. Dhe Krishti vdiq për ty. Foli Zotit, falenderoje, nda sfida që ke. Pse jo ti thua Perëndi për çfarë dalon çdo ditë, çfarë do kapim, çfarë do fitojmë në këtë mbretërinë toksore, çfarë do fitosh në fund? Paga e mëkatit është vdekja. Çfarë do fitosh? Do mbledhësh dru kash sa thot Krishti.
Mblidhje. Jo, po ndërkohë për ne, di çfarë ato? Tranar, flori, pallate, prona, ato janë dru, kasht dhe san. Kurse argjend dhe burë që më marë nuk e ishte. Se bronz nuk është burë. Janë kur ti një Zotin, kupton mirësinë e ti, dhe rritesh në frym, që është ai shembulli, ajo fryti i frymës, që është manitës, që nuk e di. A ushqemi shumë nga fryma e Zotit na apo jo, që është një jetë që na sjell presion, stres. E kam thënë shpesh, t'ikën gëzimi, t'ikën paqja, t'ikën qetësia, t'ikën ditët. A ke vërtet dashurinë e Zotit? A ke vërtet Krishtin në zemrën tënde? Dhe pyetja kush ishte, a do banoj vallë Perëndia mbi tokë? Po apo jo? Po, banon, por sigurisht është dhe në qiejt e qiejve. Ai kërkon zemrën tonë çdo ditë. Dhe kjo nuk është se thot edhe njëherë kisha pastori mësuesi, kjo është për bekimin e shpirtit tonë. Që edhe kur vi dita e fundit, nuk ke pse ikën me pishman. Çfarë bëra, u plaka, se gjithë do plakemi. Disa ikën dhe trinë sot. Por je i kënaqur, je i përmbushur, sepse Zoti i flet frymës tënde, nuk i flet ti kokës dhe emocioneve. Po Zoti të inkurajon. Shembulli i Krishtit. Kur vim tek momenti i dytë, thot Isaia, vim tek profeti që ishte një nga ata që i profetizoi shkatrimin edhe të tempullit, edhe të popullit. Vim tek Isaia, ja këtu janë profetët, fakt i këtu, filluan që janë libra Danieli, Ezekieli, Isaia, që po profetizonin, dhe i thanë që do shkatroheni, si kush e mendi atyre. Historia tregon, jo vetëm u shkatruan, thanë, por për mira vite, humbën si shtet, u bën të mërguar. Dhe çfarë ndodh? Vim tek momenti i dytë, në mes të errësirës, ushtimit, paditurisë, çfarë thamë, një pushtues të lënë të shkollohesh. Dhe përmendëm në kohën e 28-29 nëntorit analfabetizmit tonë. Popull i lënë me qindra me mira vite, i shtypur, pse? Sepse të lënë në errësirë. Sepse thotë bëj si them unë, sepse nuk të lë të mendosh, nuk të lë të ushqehesh, nuk lë të kesh gërmat e tua, dhe kështu ke lënë këta. Por në mes të errësirës, rreth 700-800 vjet para Krishtit, 700 vjet, Zoti përdori profetin Isaia që dha ato profecit, keni dhe letër. Isaia foli rreth 800 vjet para se të vinte kush? Krishti. Është kryqë. Dhe çfarë thotë? Te Isaia 8:22, një dritë, o çon nisë. Po. Një dritë ka dëbuar është momenti i dytë i krishtlindjes në tokën e premtuar. Lexojmë bashkë Isaia 8:22 dhe 23. I kam shohur unë këto klapa që të kuptojmë çfarë thotë vargu. 1, 2, 3. Pastaj populli do ta kthejë shikimin drejt tokës. Dhe ja fatkeqësi, errësirë, plotnat dhe do të shtyhen në terrin më të dendur. Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë dhe atë që tani është në anë. Në që ishte interesante këtu, kush më thotë që ka interesante aty, se duhet dhe ta lexosh, të rrish pak tek vargjet, për di që ishte. Vargjet në sipër thonë populli, theu syt nga mbretin e shifin lartë, apo jo? Qeveria, çfarë botë? Ju e keni fajin gjithmonë. Ne s'kemi fajin e njerëzit, ne jemi thjesht, ne punojmë, e harrojmë mëkatet. Pastaj thotë, fillojmë mallkojmë Perëndinë, vargu sipër. Se për Zot kështu. Në kohë që Perëndia kishte folur, ishte në kujdes. Mos ishte dorë nga ushqimi i shpirtit me fjalën time. Mos ishte dorë nga mirësia ime, nga mëshira që po t'jap. Po të çoj në tempull të qenjin, vit për vit. A kupton që duhet shkosh ti atje? Dhe po qenjë i fest. Kemi fest sot, daj mish. Ai do të qenjë është se ti meriton të vdesësh. Dhe tani thot Isaia, pastaj populli mbasi sulmoi mbretin, sulmoi Zotin, apo jo? Pastaj do ta kthej shikimin drejt tokës. Do shohim këtu. Si na hajnë këta nga vjedhin, këta fillojnë me njëri tjetrin. Tani më fal. Kur jeton në botë, ju duket shumë dritë atje? E di që njerëzit nuk janë gjithë ujshër, nuk janë vrasës, por likësia e zemrës, xhelozia, inati, sulmi, të kem unë është i tmerrshëm. Botë
pa Perëndin, fatkeqësisht bizotron errësira. Por Isaia ka një lajm të mirë, se po flasim edhe për ardhin e Krishtit, apo 800 vite para. Çfarë thot? Por lavdi Zotit edhe në jetën tënde dhe time. Mbase ke një errësirë, mbase disa gjëra për fajin ton, disa për fajin tjerëve. Shko tek Perëndia. Mos e zgjidh vetë. Mos bëj ato sfide të shpejta. Ndonjëherë bëjmë ato vetela, ne shkurtojmë vetëm kur bëjmë të mas. Ndiq rrugën e Zotit. Mund të jetë më gjatë, por të jetë më paqe. Të jetë më qetësi. Dhe çfarë thot? Por errësira nuk do të sjas gjithnjë në tokë. Ja atë që tani është në anë. Çfarë do vinte? Isaia 9:1, lexojmë bashkë? 1, 2, 3. Populli që ecte në terë ka një dritë të madhe. Mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes, doli një dritë. Çfarë vargu? Dini psalmin? Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, thot Davidi, ti je me mua. Ai është një psalm anidhës, thot Zoti më ushqen, Zoti më jep ajrin, Zoti më jep ujin, Zoti më jep banesën e tij, Zoti më jep mbrojtjen. Zoti është kudo pra. Zoti është rreth nesh, para nesh, poshtë nesh, lart nesh. Por do të jetë dhe brenda nesh. Errësira vjen kur Zoti është kudo. Po çfarë? Nuk është brenda nesh. Prandaj dhe është vendim personal. Prandaj shembulli ynë është personal. Prandaj një ditë mund kemi shembull të mirë, një ditë shembull të keq. Sepse nuk e kemi çdo ditë, nuk ushqehemi me frymën e Zotit, me shembullin e Krishtit. Por varg manitës, populli që ecte në terë, Zoti prapë i tha një dritë. Një dritë mbi ata që banonin në vendin e kujt? E hijes së vdekjes. Doli një dritë. Lugina e hijes vdekjes. Nuk shpëton njeri. Gjoj njerëz, do njerë gjithë kemi atë të varfrit, sidomos, ata të shtypur, gjithmonë gëzojnë sa mirë u bë që të vdiq ky, se do vdesin, ditë edhe mirë bëhet, diku që ças bën. Në fund fare gjithë do t'i vi lugina e hijes vdekjes, sepse përpara Perëndisë jemi gjithë, ama Zoti thotë çka thotë. Do vi një dritë. Dhe e shohim me një varg këtu. Na ka lindur një fëmijë. Lexojmë Isaia 7:11, 1, 2, 3. Prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë, ja e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të lind një fëmijë, të cilin do ta quajë Emanuel. Ani Isaia edhe njerë nuk është një varg, janë shumë kapituj, është shkruar 800 vjet para Krishtit. Harrova kur u gjetën ato scrollet ose papiruset e detit të kuq, që janë gjetje në vitet 40, që datohen në, po themi, nuk mund të disa ishte 100 vjet para Krishtit. Pra ishin para që ka shkruar Isaia këto vargje, si mund t'i gjesh ti, si mund ta kapësh ti këtë mendim? Ja, vetë Zoti do t'jap një shenjë, e virgjëra do të mbetet me barë, dhe do të vinë një fëmijë cilin do ta quajë Emanuel. Pse do të ngelte e virgjëra me barë? Sepse nuk do ishte një fëmijë si ne. Danieli ka pranuar Krishtin pse i thash po flisim tjetër. Pse erdhi Gjon Pakzori të përgatiste zemrat e njerëzve për pendes, që ne jemi mëkatar dhe prandaj kemi nevojë për Krishtin. Dhe këtu do të mbetej e virgjëra sepse ai nuk do ishte një fëmijë si Danieli, si unë, si Perla, si Majlinda, të fusim të case, do thonë si nëna Ana, që ka qenë fëmijë mirë i vogël, po prish rrugës, si gjithë mëkatarët, por e virgjëra do mbetet shtatzën, sepse do ishte vetë fjala, apo jo, që do futej në këtë trup, jo nga marrëdhënia burr-grua, që do ishte mëkatar si gjithë ne, dhe do shkonte në trup, i mbushur me frymën e shenjtë, po i njëjti Perëndi që mban universin, mori edhe këtë trup për të paguar për ne. Ku mund ta gjesh ti këtë histori? 800 vite para se vinte Krishti. E kuptojmë, kemi këtu Isaia. I ku këtu ke kjo, para ardhes Krishtit. Në histori është 700-800 vite. Dhe Zoti ka një dritë për ne, ka një plan. Që ai që do të linte, si do të quajë? Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne. Çfarë vargu? Zoti zbriti. Çfarë Perëndie? Më i mëshirshmi, nuk e gjen vend tjetër, dhe më i afrueshmi, ai që u bë si një nga ne për pa e humbur. Tiparin, pa humbur ato atributet e Perëndisë. Dhe prandaj kryqi, prandaj Krishtlindja atë ka kaq vlerë.
Sepse ky do rritej, do përgatitej, apo jo, ku lindi? Në stall, në grazh, do përgatitej dhe do shkonte në kryq si qengji i përsosur. Dhe prandaj, në vijat e re bën lidhjen, çfarë na thot Krishti? Jeni drita e botës. Jezusi te Gjoni 8:12, gratë e pandje, çfarë tha? Unë jam drita e botës, nëse dikush më njeh mua nuk ecën në errësirë, apo jo? Por çfarë i tha pastaj besimtarëve? Ke Mateo. Ju jeni drita e botës. Dikush ka dhënë shembullin, hëna ndriçon, po ndriçon hëna, është dielli që e bën të ndriçojë në mënyrë të mrekullueshme. Dhe ne imagjino çfarë kemi në dorë. Krishti është drita e botës, dhe thotë ju jeni. Dgjoj, kujdes, do ta thotë Krishti. Kontrolloj zemrën. Je vërtet drita e botës. A çoj njerëzit si motivues, a çoj njerëzit si të drejtë, a çoj njerëzit si që përpiqesh, të dashur. A ka një derë të hapur tek ti? Kur çojnë ty dhe mua, nuk po them na adhurojnë, Mario, po Krishti tha këtë, ti jeni drita e botës. I krishter do thotë ti je Krishti vogël. Nëse jenë Zotin si duhet, nuk ke pse ja merr ti vlerën Zotit, ta jep ai ty. Ne do të jemi njerëz që njerëzit duhet kënaqen. Dhe keq ta them, nuk do t'i pëlqejnë gjithë, për shembull unë jam me Romës, do i pëlqej njëri Roma, e di. Një brez tjetër kishte Rikun, domethënë. Përveç familjes, por do pëlqejnë mënyrën si qasen, do pëlqejnë zemrën tonë, do pëlqejnë mirësinë, do pëlqejnë që i çojmë vërtetën me dashuri, i inkurajojmë, ndërkohë që i mësojmë si shkollë që them, edhe do e motivosh. Edhe do e ndihmosh, do japësh një dorë, nuk do e mbysësh. Nuk do i thua sa lek për provimi apo diun. Nuk e bën dot këtë, nuk mund të jesh dot drita e botës, po nuk ke Krishtin. Dhe gjithë ky popull, me gjitha templet, me Zotin e gjithësisë, i kunarësirë. Dhe Perëndia i thot, drita do lindi për ju, por do lindi për gjithë botën. Vargu i fundit, për ta mbyllur për sot, po te Isaia çfarë thot? Na ka lindur një fëmijë pra jeri, e lexojmë Isaia 9:5, 1, 2, 3. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë, mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i Birushëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Principi i Paqes. Ky fëmia pra, që do ishte kush? Krishti tha. E di kush do ishte ky? Gjithë duan fëmijët tanë. Kur rritë ndodh edhe familjet kanë probleme, dashuria nuk është se humb nga prindi, por jeta tregon probleme të mëdha në familje. Po ky fëmia, e di kush do ishte? Do ishte fëmia më i mirë, do ishte fëmia më i bukur në shpirt, do ishte fëmia pas një gabim, do ishte fëmia më i drejtë, do ishte fëmia më i dashur, do ishte fëmia më dhënës, do ishte fëmia më falës, do ishte fëmia i përjetshëm, do ishte fëmia në fakt çfarë thotë? Mbi supet e tij do mbështetet perandoria, mbretëria. Prandaj tham populli i Izraelit e priti si mbret, por e priti si mbret toksor, pa me atyri që dhe ne ngatrojmë ndonjëherë. Masim shumë bekime toksore. Ai do të jetë mbreti i zemrës tonë. Çfarë tham? Tempulli se mban dot Zotin. Dhe do jetë ai që do mbështetet perandoria dhe do quhet këshilltar i admirueshëm. As Krishti këshilltari i vet. Kush adhuron Zotin, adhuron në frymë dhe në të vërtetë, në fjalën e Zotit, në frymëzimin e tij dhe në shembullin. Më manitës thash, në gjithë duam shembull, dhe mësim gjithë ditën duam çojmë shembullin. Që kam thënë, vektori, ç'është vektori? Dhe okay, diku e zbulon. Kemi nevojë ta shohim mësimin që marrim dhe Krishti. Është këshilltari, si do sillesh ti Krisht? Si shikon njerëzit ti? Si ndan ti? Kë sheh më shumë? Për kë erdhe? Nuk i bën dot këto. Njerëzisht nuk i bën dot kurrë. Por i bën vetëm kur ushqesh me fjalën e Zotit, kur e ke pranuar si shpëtimtarin e zemrës tënde dhe ai, duke qenë drita jote çdo ditë, bën dhe ty dritën e botës. Na ka dhënë mundësinë të jemi drita e botës. Ama a këshillohesh me atë? Tjetër çfarë thon? Perëndi, ky fëmia nuk erdhi për një brez. Jo para 25 vjetësh kemi një festë. Ky erdhi për çdo brez, sepse është Perëndi i fuqishëm. Në fillim ishte fjala. Fjala u bëmish dhe fjala thot Bibla, nga fundi e keni këtë të verdhën, do të vijë një ditë dhe do filloj gjitha periudha e zbulesës, që
Dhe edhe mbyllja ku do krijohen në fund qielli i ri dhe toka e re, aty mbyllet gjithçka. Dhe ky ishte ky fëmijë, atë i përjetshëm. Dhe çfarë? Na bëri pjesë të familjes tij. Ati jemi iku para 3 muajsh me të mirat, me defektet që kishte, siç kanë shumë njerëz, skema. Disa nga ju edhe ju keni vite që se keni atin, dikush do në ta preki babai, e di, dikush do të ta kishte hapur, dikush do ta ketë nesër. Nuk ka, do ikin gjithë, por Perëndia është ati i për Krishti që erdhi, se çfarë thotë? Na ka lindur një fëmijë, një djalë, na është ky është ati i përjetshëm. Është ai që na birësoi dhe na bëri për dalin ke fundit princi i paqes, na bëri pjesë të mbretërisë së tij. Kështu që gjithë thelbi ishte, ta mbyllim tani, kush ishte? Kush është Krishti? Pse është Krishti ky që tha se ishte? Sepse ky është plani i Zotit për ne. Perëndia më i mëshirshëm që na fali thamë, ja më kaluar, dhe sot Perëndia që u afrua aq shumë sa don të hyjë dhe të jetë mbreti i zemrës tonë. Kjo është Krishtlindja. Është një Zot për te thjesht një grazhdi që ishte pikërisht për sakrificën tonë. Kështu që merrni edhe këtë letrën për ata që kanë nevojë, pra, kur studioni Biblën të kuptoni që gjithë ato librat e Biblës janë pikërisht një histori kohore e gjithë njerëzimit, nga fillimi deri në fund. Dhe ne qofshim, shpresojnë zemër, Zoti e di në fund, ai do ndaj delet nga si e thot Bibla, qoftë Krishti mbreti i zemrës tonë, ushqemi sipas tij, dhe pse jo? Ai thot, ju do jeni drita e botës nëse vërtet kemi atë si dritën e zemrës tonë. Mirë, le të lutemi. O Zot, falenderoj o Perëndi për fjalën tënde, Biblën o Zot. Falenderoj o Zot kur kujtoj, e di që edhe shumë vëllezër e motra në Krishtin mund ta ndjejnë këtë. Kur kuptoj pak më shumë sot o Perëndi se sa kuptoja në fillim. Kur i bëja pyetje vetes o Zot, pse është Bibla libri? Pse është Krishti që duhet besoj? Pse s'duhet besoj një fe tjetër? Falenderoj o Zot që dhe durim, mua dhe shumë vëllezërve dhe motrave këtu, dhe këmbgulje, të vinin, të dëgjonin dhe kur s'kuptonin, na ushqeve o Zot. Dhe ja që bën sens. Vim një ditë dhe kuptojmë historinë, kuptojmë mira vite, kuptojmë profecit, dhe kuptojmë se si ti i përmbush o Zot në këtë lindje të mrekullueshme. Inkurajoj zemrat tona ndërsa do dalim që kthej o Perëndit, kuptojmë që Krishti, ti o Krisht, nuk je thjesht ai njeriu që vdiqën kryq, por ti je Zoti i krijimit o Zot. Ti je fjala e gjallë, ti je shembulli që na fale borxhin më të madh, zero paguam, të pagoj gjaku yt o Zot. Dhe hyren zemrat tona Perëndi për ta ndryshuar motivin e jetës, për të na bërë në atë term, atë titull manitës drita e botës, t'jemi ne o Perëndi. Kështu që punon zemrat dhe në mendjet tona o Krisht. Na ndihmo ta ndajmë këtë ungjell, edhe të falenderoj Perëndi për mundësinë që patëm sot të adhurojmë, të këndojmë, të mësojmë nga fjala jote o Zot. Bekoj vazhdimin e javës të Krishtlindjes, na ndihmo mos humbi asnjë ditë pa ndarë ungjillin, në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, shumë faleminderit për xhimin. Zoti bekov, qëndroni besnik në këtë javë. Java e muaj Krishtlindjes është shumë inkurajues, njerëz kanë që vinë, po edhe ne kam vënë duhet nxitemi, të ftojmë dikë dhe ta inkurajojmë, Mirë, ta mbyllim me këto? Mësova. Pra nga me numrin 221,
qoftë, drejtën e mua.